Unë do doja që ta përkufizoja shumë shkurt dhe sakt se çfarë është Këshilli i Investimeve dhe se sa efikas ka qenë. Është një ndër strukturat më profesionale që ushtron aktivitetin e saj në analizën e thellë ekonomike dhe zhvillimit ekonomik në Shqipëri. Ka një angazhim dhe një përkushtim të lavdrueshëm të stafit drejtues dhe gjithë ekipit që e shoqëron të staf. Dhe në gjithë analizat e saj, në gjetjet, si dhe në propozimet, është struktura më efikase dhe më produktive që ekziston aktualisht në Shqipëri. Urojmë që gjetjet dhe propozimet e Këshillit të shkojnë në tryezën e duhur për të gjetur dhe zgjidhjet e duhura.